Forcat ajrore shqiptare zhvilluan një stërvitje të përbashkët me misionin federal të Gardës Kombëtare Ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me fokus në furnizimin e shpejtë dhe efikas me karburant. Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu, duke ndarë momente nga stërvitja, vlerësoi se partneriteti i ngushtë me SBA-n hap mundësi të reja për përgatitjen operacionale të trupave tona, reagim të menjëhershëm në kohë krize dhe ndërveprim të koordinuar me aleatët në terren, thot Vëngu. Nën kolonel Richard Blum, komandanti i ekuipazhit Combat King, tha se për forcat amerikane kjo ishte era e parë që kryenin një operacion furnizimi me karburant në një zonë të përparuar. This was their first time doing forward area refueling operations, and I can honestly say I've seen many militaries, including our own, and the Albanian military was absolutely professional, and we were so lucky to work with them. Nën kolonel Ervin Buzi, komandanti i forcës ajrore të Farkës, u shpreh se në rast se misioni nuk lejon shumë kohë për pritje, forcat ajrore ulen dhe furnizohen pa ndërprerje për të rikthyer menjëherë në zonën e operacioneve. Nëse misioni nuk lejon shumë kohë, nuk ka kohë për pritje, ne ulemi, furnizohemi pa ndaluar dhe shkojmë përsëri në zonën e operacioneve. Krijon vazhdimsi më të gjatë, më të madhe për të mbështetur operacionet të trupave tona. Dhe është një hap i rëndësishëm në bashkëpunim me aleatët tanë, sidomos aleatin amerikan në këtë rast, që jo vetëm që rrisim të kapacitet, por një ditë nëse gjendemi në të njëjtët teatër operacionesh luftimi, ne mund ta kryejmë këtë mision. Gjithashtu Toger Fabio Bardo, komandanti i ekuipazhit të helikopterit UH-60 Black Hawk, nënvizoi se partnerët amerikanë kanë qenë shumë bashkëpunues me forcat ajrore shqiptare gjatë gjithë kohës.